Në çdo shtëpi ku ka një bebe, gjenden dy gjëra: lodhja dhe dashuria. Dhe brenda këtyre dy emocioneve, prindrit përballen me një pyetje që lind pak nga pak. Sa herë që fëmia rritet? A ka ardhur koha që bebi të flejë në dhomën e tij? Kjo nuk është vetëm një çështje praktike. Është një vendim emocional, ndonjëherë i vështirë, që lidhet me gatishmërinë e fëmijës, por edhe me gatishmërinë e prindërve. Në këtë video do t'i prekim të gjitha. Sinjale që tregojnë se një bebe mund të flejë vetëm, moshat e rekomanduara nga ekspertët, gabimet që bëjnë prindrit, pse ky hap është i dobishëm dhe si ta bëni tranzicionin sa më të qetë dhe të natyrshëm. Po pse kjo pyetje lind te prindërit? Në fillim, prindrit e mbajnë beben në dhomë për arsye të sigurta dhe praktike. Ushqyerja natës, monitorimi frymarrjes, qetësia që fëmia të jetë afër. Por, ndërsa fëmijët rritet, fillojnë të ndryshojnë nevojat e tij, ritmi i gjumit, pavarësia, rutina familjare. Dhe dal nga dal, dhoma e prindërve bëhet e vogël për një bebe që zgjohet shpesh, shtrihet shumë, lëviz, kërkon hapësirë dhe qetësi. Çfarë thonë ekspertët për moshën e dur? American Academy of Pediatrics sugjeron që bebet të flenë në të njëjtën dhomë me prindërit për 6 muajt e parë, e idealisht deri në 12 muaj, për arsye sigurie. Por, kjo nuk do të thotë që çdo familje duhet të presë patjetër një vit. Në praktik, shumica e fëmijëve janë gati për të fjetur në dhomën e tyre midis 4 dhe 9 muajsh, ndërsa shumë të tjerë pas 1 vjeç. E vërteta është kjo, nuk ka një moshë perfekte, ka vetëm sinjale, dhe këto sinjale janë më të rëndësishme se numrat. Por, cilat janë këto sinjale? E para, ka një rutinë të qëndrueshme gjumi. Nëse bebi fle pothuajse në të njëjtët orare, për shembull, bie në gjumë rreth të njëjtës orë çdo natë, është shenjë e parë e pjekurisë. 2. Nuk ka zgjime të shpeshta natën. Bebet që s'kan nevojë për ushqim të shpesht janë kandidatët ideal për të kaluar në dhomën e tyre. 3. Reagon mirë ndaj qetësimit pa prindrit pothuajse mbi kokë. Nëse mjafton një ledhatim, një ninull ose prania e prindrit pa e marrë në krah, do të thotë se bebi ka ndërtuar aftësi vetë qetësuese. 4. Ka filluar të shqetësohet nga lëvizjet dhe zhurmat e prindërve. Shumë prindër nuk e kuptojnë se bebi zgjohet nga vetë zhurmat tona. Ngritja e batanijes, kthimi në shtrat, kollitja, alarmi i telefonit. Në këtë pikë, dhoma e tij do të përmirësonte ndjeshëm gjumin e të gjithëve. 5. Bebi fle më mirë në hapësirë të qetë. Nëse gjatë ditës rri më gjatë në gjumë në dhomën e tij, kjo është shenjë shumë pozitive. Po prindrit, a janë gati? Tranzicioni s'ka të bëjë vetëm me beben. Shpesh janë prindrit që ndihen të pasigurt, fajtor ose emocional. Disa ndjenja të zakonshme: frika se mos i ndodh gjë, ndjenja e fajt që fëmia po rritet shumë shpejt, ndjenja e bëshllëkut në dhomë, shqetësimi që nuk do ta dëgjojnë nëse qanë. Këto ndjenja janë normale, por prindrit duhet të dinë këtë. Dhoma e veçantë nuk do të thotë distancë emocionale, do të thotë pavarësi e shëndetshme. Përfitimet e ndarjes së dhomës në kohën e dur. 1. Bebi fle më thellë. Pa lëvizje dhe zhurmat e prindërve, ai ka më pak mikrozgjime. 2. Prindrit flen më mirë. Shumë prindër zgjohen nga çdo pshërëtim apo zhurmë e bebit. Në dhomën e vet, bebi lëshon shumë prej këtyre lëvizjeve pa u zgjuar plotësisht. 3. Ndihmon në ndërtimin e pavarësisë. Bebi mëson teknikat e para të vetëqetësimit. 4. Krijohet një rutinë e qartë. Kjo është shumë e rëndësishme për gjumin afatgjat. 5. Prindrit fitojnë më shumë hapësirë personale, gjë që ndihmon në mirëqenien psikologjike dhe marrëdhënien në çift. Si ta bëni tranzicionin sa më të butë? 1. Fillo duke i lënë të fletë dremitet ditore në dhomën e tij. Kështu, ai ambientohet me aromën, dritën dhe tingujt e dhomës. 2. Mbaje krevatin e tij të njëjtin. Mos ndro shtrat, jastëk apo pelena të preferuara në të njëjtën ditë. 3. Ndriçimi zbet gjatë natës. Një dritë e butë e bën dhomën më të ngrohtë dhe prindri gjen rrugën më të lehtë natën. 4. Rutinë e qartë para gjumit. Zakonisht, dush i ngrohtë, ushqyerje, ledhatim, histori dhe dritat fikur. 5. Përdor monitor bebesh. Kjo
ul ankthin e prindërve dhe rrit sigurinë. 6. Prisni 3 deri në 5 minuta para se të hyni në dhomë. Shpesh, bebi qetësohet vetë brenda pak sekondash. 7. Mos e bëni tranzicionin në periudha stresuese. Jo kur keni udhëtime, zhvendosje, ftoje, shpërthim dhëmbësh, ndryshim pune apo ritmi. Qetësia është kyç. Por, cilat janë gabimet që bëjnë shumë prindër? E nxjerrin beben në dhomë shumë herët. Është e rrezikshme nën 4 muaj. E bëjnë tranzicionin pa pritur. Bebet ka nevojë për proces, jo për shok. E kthejnë përsëri në dhomën e tyre sapo qanë. Kjo e bën tranzicionin pa fund. 4. Ndryshojnë shumë element në të njëjtën kohë. 5. Harrojnë që emocionalisht edhe prindri ka nevojë për kohë. Kjo është më se normale. Nëse bebi nuk duket gati, çfarë duhet të bëjmë? Nuk ka asnjë problem. Nuk ka një datë fikse. Nuk ka një rregull universal. Ka vetëm fëmijë unik dhe prindër unik. Disa bebe flenë në dhomën e tyre në 6 muaj, disa në 1 vjeç, e disa 18 muajsh. Dhe të gjitha janë normale. Më e rëndësishmja është që kur të bëhet me qetësi, dashuri dhe gradualisht. Në fund të ditës, krevatet janë të ndara, por zemrat jo. Bebi juaj do të ndjejë dashurinë tuaj në çdo hap të tranzicionit, në çdo ninull, në çdo dorë të zgjatur, në çdo natë që e vizitoni. Dhe një ditë do të bini të dy në gjumë, duke ditur se e keni bërë zgjedhjen e duhur. Nëse ju pëlqejnë videot tona, ju ftojmë të na bëni like, comment, share dhe subscribe. Faleminderit që na ndiqni.